e pa hile këtë vend rëzojnë pushtete. Gazetarë Servila nuk rëzojnë pushtete. O nuk po thomën me kap me rëzu Albini për pushtetit. A kitë të politik, e raportimit, po. Po jo, unë shumë rëndësishme edhe artikulimin. Se artikulimi ka efekt shumë malë të qytetarit. Do të kalojmë të tema e fundit. Mediat edhe gazetarët duhet me rëzu pushtetin, apo kupton? Shko pak manena, dilte që qytetari që për kritikojmë na, që po manipulohet, let për Albin Kurti, e për pushtetit vetë vendosës, se në Zeshaj, veç këto kalemi, Zeshaj. Atëherë goja deklaratën tonë e të manipulimin. Florën Zeqa pra po të pëmë. Së është gazetaria, gjoma dikon që shkru, ose që ta tha dikosh një gazetar, ndërkombëtar, që ka ndohë me Watergate-in për kur Watergate-i ka raportu. Po, ane? Ka raportu. A, e ka rëzu, kretori. Nuk e ka rëzu, unë e po thamë që... Efekti pastaj, po... Na jena gazetarë, dojna me rëzu pushtetin, së rëzojnë gazetarë duhet me rëzu pushtetin e keq. Jo. Zeshaj, që dënë artikulu të ta bojmë një debat. Unë që 10 herëm të thonë, artikulimin e ki gabim. O artikulimin e kom loqkëne. Gazetarë duhet me kom rëzu pushtetin. Gazetarë të mirë fill duhet me rëzu pushtetin e keq. E bojmë edhe një emision, Zeshaj, për qëtë punë. Jo, ne jam edhe kondër që ti militantizmit gjuhës që i përdojrë edhe të jelë plët gazetarë tjerë. Jo, sështë se që kja tani... Do ta kemi... Qësh mund është ti me kritiku nesër atë militante në televizës vetë vendosje, kur ka të njëtin gjuhë qështu. Militante në se kritikoj. Absolutisht, militantë është militantë, unë jam gazetarë. Është me një jami, ti e montonin në tanë. Dajna kritik në bazu në fakte, në argumente, e jo si me thome kësi terma që na nëzisëm, qërë, sa e kritikum Albin Kurtin, që po kryon spektakel për me nëzit emocionin publik. Do ta kemi një debat veçantë.